Përshëndetje, o këshyrën e këtë farë jeton Zogjonin qysh I ofendon poplin shqiptar. Unë nuk po muj edhe me kuptu do televizione, do gazetar, do vesh nga në breshkathet. Vesh nga në breshkathet. Ka që ka ndosh liri. Na e kena ftu natën me orë me luftu në Kosovë me bukt vet e na i ikin qegran. Qëta jem na? Ngotash. Na mas pari nuk e dojna vetë vetën. Mas pari se kemi dasht në bokit shtetë, se kemi dasht me besa. Se njerës kur të nashojnë të televizionë dhe nëzejnë pak atë të kuftore edhe thujnë këqyre ngoq ka fletë. Jo, të kaftore po të kalëzën qësh është realiteti. Këtë kalëzën, qësh është realiteti. Ke vesh dimit, je ikën qekran, që ka që ke dasht lirin. Tash atë vjen në zërë para fëmijëve, sa e vesin fëmija, që I ka vogël e vetë babëtët, ku e konë ti, a e konë luft, jo babë, Allah, unë pas konë ngostivarë. Qysh ti ngostivarë, ishe këtu luftë, po qashtu konë puna. Leti si din këtu sen edhe esë. Kjo është një ajon. Të na, kjo është një përëdhën hipokrit çdo hapë, para gjykus. Në më thonë, këta ushtarë që po shijen mrapa, deri sot që po flasëm, vazhdimisht bullizohen këqyri këta bolat, këqyri këta dërnisca, këqyri këta dugagjinit. Këqyri shështinit civilin çfarë të regje kam rrim. Këqyri thet, popli thet I bullizon ushtar të uqëkës. O I mirë, o ti I PDK-s, I opozitës, qasi me në me thonë, qasi I eremoni krejt. Mas pari, ju udhëheqësat e PDK-s e ju gazetar që jeni të paguam për Rusijës e për Serbijës, ju e bullizoni, ju I thoni bal ushtarit, ju e ofendoni ushtarin e UÇK-s, ju I ofendoni dëshmorët e UÇK-s, se nuk është veç ngoje, o jeton Zogjoni ngoje, shka ka ndohë para 3 dite, vllavi dëshmorit shka thet. Për me të kallëzu mirë, vesh ngoje. Qysh të emocionalisht I muni, Tham drejten, se ku me ndu, Ngoje mirë. Asë s'kom mujt me mendu që kom orë një moment, 26 vjetë, pas luftës, mu bojkotu një datë historike dëshmore për një shoqatës, veteranëve, që asot nuk po du me e kuptu. Asot po du me e mendu që ka ndohë, mi ju po realisht kjo veç ka ndohë. Veç ka ndohë. Me 8 majte. Me 8 majte. Që më ka shtypër deri këtë pikë është kur në atë moment ka hinë sol, vlohë, Agjia, që është veteran, edhe kur ka pëshyra edhe se ka po asë një, prej shukve, janë disa foto që muni nështë edhe mi po të komunës, do mund ka qenë I mërzitur te I mose, so që ka posë për një moment për diri sot quhet shoqata edhe ta bojkoton datën e rëndësishme. Për mua shoqata nuk ekziston. Për mua përsa që është në këmjë të soj shoqatës nuk ekziston. As nuk du as me njo. Për dhe so mu s'ma njetë qita, a I s'munët me ekzistu për më kur. As si shoqat, as si individ, as si person, as si kuzhish. Si është, zënë që rafsh është për mu. Për dhe so qëton s'ma nërën. Kur ti qëton s'ma nërën, për mu I dy fishin e ru. Po kur ti qëton s'ma nërën, për mu si për kuqi. Iso për kura 100 vjetë. Kjo ka ndodhur me 8 majtin me një fshat Lipjanit, në komunë Lipjanit, nuk e di sa ku, po para sa pi bjen 4-5 dite, 3 dite. Shoqata veteranëve nuk shkon të ubimin për kujtimor dëshmorëve. Këtu shoqatat tash, ta kryesia se s'po foli për antarë, se antarët janë tjerë, po këta kryesia këta janë krejt partjak, krejt janë PDK ose LDK. Edhe del thet kë popullin e akuzon, kë Zogjoni thet populli pi ofendon
ushtarë të QK-s. Jo mëre, populli nuk i ka shti 60.000 veteran me ban. Pe 20.000 i keni ban 60.000 veteran. Populli nuk i avnalë rrugën juve me shku të familja Adem Jasharit me ban një vizite me pi një kafe. Po ju e keni ban këtë punë. Sidomos ju të PDK-s. Mas luftës, jeni ju që keni marrë këtë shpiuna që kur e kum pa fotografien, Hashim Thaqit. Me atë Farut Bashin që po delna për televizor, ai jarrova emnin, që ka emnin për njëherë mas lufte, në zyret Hashim Thaqit. Thash këqëre, bërbur, qëfar mashtrimi që na e na kon gjeni me vdek për Hashim Thaqin, një na kon gjeni me dhanë gjithë shkapër për PDK-n. Edhe kur e she Hashim Thaqi me atë Utbashin e PD-jevës, a i ka shqiton shtaj. Utbash numër 1, Babe Babgjysh. Plus e ka babën vra, më thonë që UQK-ja ja ka vra. Edhe e she, po qaj është ofendim është për ushtarë të UQK-s? Kur një udhëhec si UQK-s del edhe shkon krejt udbashat e Kosovës që janë kona për gjykata, i ka shtina për puna. Krejt ushtarë që janë konë ushtarë për i me, kanë mledh hekra, 20 vjetë kanë mledh hekra, e kanaqet Coca-Colës rrugës. Që kjo është ofendim, që ta thoje o burë. Mos e akuzo popullin, kërkun bëhet popullit 100% nuk luftën. Ukraina i ka 45 milion, 250.000 ushtari ka. Po populli është ai që mbështet, ai që ta e bukën, ai që ta e pteshën, ai që ta e parmatimin. Krejt shqiptarë ku janë konë këtë anë në mbanë botës, kanë financu ushtërien, kanë financu luftën, edhe ju javë këni vjetë parët mas mrami, edhe tash prap, ja veç na këna luftu, e populli jo nuk ka bon kur gjatë për Kosovën. Edhe vjen thët, nuk e do na lirien. Ti përdeshe ma shumë se na lirien, ti patriot, që shon popullin, që mbron dë hajna, dë shpjuna, që kanë shti edhe atë gjykatësin që ka dënu, ato të pes, që i ka dënu përmi 500 vetë, pejtë atë nishës e kënjena me burg politik, ka 15 vjetë, ka 20 vjetë, e këni bo veteran të luftës, edhe prapë thëtë populli ka fajet, ja mare, ja i PDK, për që ta Albini është i pari, se ju e nënshmani UQK-n, ju nuk e dëni UQK-n, ju UQK-n e dëni vesh me vjedh në mentasonja, kur gjo ma ti për ju nuk e dëni UQK-n vesh me vjedh, sen tjetër nuk e dëni. Po ju garantoj që nuk e dëni. Ju baj belë në shka dush se ju e përdërë në emnin e UQK-s veç me vjedh. Kur gjën tjetër, veç me vjedh. Po ju e një që ata që keni prunë këtë të boshat, këj gazetarët e analistat, pagun për Beogradit e për të anonve, që s'kan lanë sen ma herët pa thonë për juve sa të bashkëpunoni me të njëjtit. Ju keni bashkëpunu mas luftës me qata gjykatësa, prokurorë që kanë dënu ma të mirë, djemë ma të mirë të Kosovës që kanë shtina për burgje, hala janë në detyrë të punu, ushtarët i keni lanë në rrugëve. Edhe vjen shet men në televizion për çdo natë, ti me dalë me folë. Ja, ma pa nuk shkanë shto. Thoj në herë bële, në herë në 6 muaj, thoj dishka të vërtet. Unë e pe di që jemi për dëkën. Amo, në që se del në televizion, thoj edhe na jo të mira, na jo të kese, jo veç ju kënë në luftu.
Veç ju pas ke luftu. Kërkush në botë s'ka luftu. Ja, veç ju. Pra t'ale burë. Mësa te pra ne. Me këtu, tani jo për nuk po rritëm valla në sondazhe. Po dalëm 20%. Po normal bili tepër e këtë 20%. Kur e ofendon një popull, 2 milion banor, ju thu që se nuk e keni dash lirien, po, qka preti? Ty me të votu e ti me ardhë në qeveri prapa? Jo, për zotni, ja. Gabim, nese, unë të shtu menoj, pra të tjerët nuk i di.